Gjakovar, okej. Ta që kur dëgjojnë ata Gjakovar, thonë një mërë kësë është i Gjakovar. Kosovë dhe Gjakovar, e kanë puma petave e parë në Kosovë. Ardian Gola nga vetëvendosja si don Ardian Gjinin, Ervin Shabani nga PDK, i cili kishte deklarata po ashtu të forta kështu për TikTok. Shefqet Shehu, LDK, Anton Shala për SDK, Antonin se kemi patën debat, edhe i kam përënduar që doja sigurojmë një kohë, Anton e ketë hapur mundësinë që të vish një intervistë në televizionin e gazetarëve në kanalin 10 edhe të bëjt fala nga Prishtina. Urdhra Fidan. Pa dashur në zhvu kandidatura të tjera, por nëse i sheh këto emra që janë kundër kandidat zoti Gjini, kryetarit aktual, e ne kupton që të njëjtit ose ata që kanë synu të kenë një fitore në Gjakov janë step back, që janë të reg, sepse kandidatura e zoti Gjini është shumë e fortë. Pra zoti Gjini është një profil jo vetëm kryetar komune, është profil i njohur në nivel qendror dhe nacional dhe pavarësisht kësaj që bëhet thëmë, puna që ka bërë këto 2 mandate e bën të pakrahasueshëm me kandidaturat e tjera të cilët secili është profil në veti, secili ka një kontribut dikom për diçka, por nuk i shoh si kandidat serioz të cilët mund të rrezikojnë pozicionin e zotit Gjini. Pra Gjakova do të jetë një nga komunat e mëdha pas Ferizaj kur të vijë me radhë që do të kaloj pa balotazh dhe zoti Gjini do të marrë këtë mandat të tretë. Ne mbrëmë kishim zotin Gjini këtu dhe më shumë diskutuam çka pas mandatit të tretë se sa para mandatit. Kjo është shumë Rama Topalli, se janë duke shkruar